Kryetari i Bashkisë Tropoj, Regje Biberi, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Stuttgart të Gjermanisë me rastin e 15 vjetorit të Shoqatës së Shqiptare Pavarësia. Aktiviteti me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar organizuar nga forumet e shqiptare në bashkëpunim me partnerë gjerman. Ky përvjetor, sipas kreut të Bashkisë Tropoj, mblodhi së bashku intelektual, drejtues të forumeve shqiptaro-gjermane, përfaqësues të trupit të diplomatikës si dhe drejtues të shoqatave dhe bizneseve shqiptare që veprojnë në Gjermani, kryesisht nga Tropoja, duke dëshmuar rolin dhe kontributin e rëndësishëm të diasporës shqiptare në Evropë. I ftuar deri në këtë event ishte ish zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, Rainer Eiland, i cili vlerësoi bashkëpunimin mes komuniteteve dhe rëndësinë e integrimit të diasporës shqiptare në jetën shoqërore dhe institucionale. Gjatë qëndrimit në Stuttgart, kryebashkiaku i Tropojës zhvilloi takime zyrtare me drejtues të pushtetit lokal, përfaqësues diplomatik si dhe përfaqësues të bizneseve dhe kompanive shqiptare nga Tropoja. Fokusi i këtyre takimeve ishte forcimi i bashkëpunimit institucional dhe ndërtimi i urave të qëndrueshme mes pushtetit vendor dhe diasporës shqiptare. Pamje nga këto takime u publikuan edhe në rrjetet sociale nga kryetari i Bashkisë Tropoj, duke theksuar rëndësinë e lidhjes së vazhdueshme me bashkëadhëtarët jashtë vendit.